na pengon absolutisht mungesa e mekanizmave ose institucioneve qeveritare, absolutisht nuk e pengon punën e përditshme, le të themi, të sektorit privat, puna vazhdon. Mirë po, nëse bie fjala tek investime të ndryshme, investime kapitale, tek grante, subvencione të ndryshme, atëherë po. Këtu një farforme e vrejmë atë dorën e qeverisë, dorën e zgjatur të ndihmesës ndaj sektorit privat, dhe sigurisht që vrehet efekti në kuptimin që proceset shkojnë më ngadalë se sa sikur të kishte mekanizm ose së paku sikur të ishte një ministër titullar në pozitën e tij ose të saj, sepse agjencitë dhe departamentet e vazhdojnë punën e tyre të përditshme, administrative, po sigurisht për punë të mëdha, punë që kanë të bëjnë me miliona në kuptimin e shpërndarjes së parasë publike tek sektori privat, atëherë aty sigurisht që duhet një provim i ministrit ose ministrës për të vazhduar tutje me proceset. Pra, këtu ne e vrejmë një farforme atë mungesën e qeverisë, edhe sigurisht është aprovimi i ligjeve. Është një numër i madh i ligjeve që po presin të aprovohen nga qeveria dhe sigurisht që kjo është një aspekt tjetër që na vështirëson punën qoftë të përditshme, po qoftë edhe në afat më të gjatë. Kështu që po, një farforme dëshëm ose nuk dëshëm e vrejmë këtë, le të themi, mungesë të bërjes institucioneve. Më e përmendet situatën me burimet njerëzore, që është një farforme problematik në vete, përderisa kemi shumë të rinj dhe të reja që një farë dore po këqyrin gjithmonë edhe me lëshu vendin, kemi edhe asisoj të diasporës, personat të cilët tashmë kanë krijuar kapital dhe po sjellin investime në Kosovë, përmende edhe në sektorin ku ti vetë se tashmë punon. Si është tani këtë, po themi, nata me ditën, disa lypin me dalë jashtë, me gjetë një jetë më të mirë, punë më të mirë, përderisa këtu ka vendet punës edhe nuk është se e shohin një farë mënyrë si perspektivë ose thjesht për të i marrë ato punë dhe të punësohen në Kosovë. Po, faktikisht tritë e sodit, sidomos gjenerata mund të them 20 deri në 25-6 vjeç, na kanë tregu një diçka që paga nuk është domosdoshmërisht faktori numër 1. Edhe kjo ka dalë edhe në studime të ndryshme ndërkombëtare, sidomos nga Organizata Botërore e Punës, ILO, e cila i ka renditur disa faktorë se çka e bën një të ri që ta ndryshoj vendin e punës ose ta lëshoj vendin e tij komplet për kërku diku tjetër. Dhe paga ka dalë diku në vendin e 4 ose 5. Dhe çka kanë listu në 3 vendet e para, ka qenë trajtimi, si është bërë nga pronari, nga drejtori, nga menaxheri, ka qenë e dyta se sa i jepën mundësit një të ri ose një të reje për zhvillim profesional brenda kompanisë ose brenda organizatës, dhe faktori i tretë ka qenë qetësia mendore, një farforme plotësimi shpirtëror. Me këtë do të punoj ai i ri ose e ri. Pra, edhe 3 tonë sot këtu i kanë vendosur të standarde dhe shumë mirë që i kanë vendosur, sepse gjenerata tona kanë punuar me standarde të tjera. Edhe ne po mësojmë prej tyre. Edhe çka duhet të them me këtë që edhe pronarët dhe drejtorët e kompanive kanë filluar të reflektojnë në këtë trend edhe në këto zhvillime të fundit. Dhe sidomos pas liberalizimit të vizave, ne kemi pas disa, le të themi, shkëputje të trinjve nga tregu i Kosovës në tregjet e tjera. Disa nga ata janë kthy në Kosovë, disa e kanë gjetë veten dhe kanë qëndruar në ato vende sepse ata shohin për mundësime të mira. Pra nuk është vetëm paga. Shohin edhe një sigurim shëndetësor, një sigurim social, një vend më i sigurt për të jetuar, sigurisht për veten e tyre dhe për familjet e tyre të ardhshme.